Zgjerohet hetimi për tragjedinë që ndodhi në diskotekën Puls në Koçan. Policia ka bërë kontrolle në kafenen klasik të pronarit Dejan Jovanov, në pronësitë të cilit është edhe objekti ku ka rënë zjarri me 16 mars, ku jetën e humbën 59 të rinj dhe rreth 200 u lënduan. Ministria e Brendshme thanë se po ashtu kanë kontrolluar automjetin e tij Insignia, si dhe kanë marrë në pyetje edhe familjarët të Jovanovit, i cili dyshohet se ka menaxhuar ilegalisht diskotekën. Hetuesit policor kanë kryer bastisjen dhe kanë sekuestruar gjëra edhe në zyrën e Inspektoratit të Tregut në Koçan. Në shtëpinë e DJ janë gjetur dhe konfiskuar kompjuter, laptop, disa pajisje celular, dokumentacion dhe sende të tjera. Në automjet dhe në ambientet hotelierike janë sekuestruar disa sende dhe dokumente financiare. Në zyrën e Inspektoratit të Tregut në Koçan u gjetën dhe u sekuestruan një kompjuter, një laptop dhe një tablet, si dhe i gjet dokumentacionin në lidhje me personat juridik në pronësi të DJ. Për ekspertët e sigurisë, përgjegjësia duhet të nisë të kërkohet që nga dita kur ka rënë zjarri. Ish kryeshefi i sektorit për punë të brendshme në Shkup, tani në pension, Lubomir Gjurçevski, i pyetur se si po i sheh zhvillimet dhe hetimet për tragjedinë, si thirrje e kishte që të mos ketë ndjekje selektive, por po ashtu kërkoi që të rihapen hetimet edhe për tragjedi tjera që kanë lënë shumë viktima në njerëz në këto 4 vitet e fundit. Да има отговорност, да се изведат доказите и во една нормална судска постапка да се изречи санкција за сите кои што со сторување или не сторување допринеле да се случи оваа трагедија што се случи, но при тоа да се реотворат, затоа што има докази кои што укажуваат да се реотворат сите случаеви каде што имавме нели селективна правда. Значи почнувам затоа реков од кај сакате да почнеме, значи од било кој случај, секаде каде што се утврдува дека има селективна правда, затоа што модуларната болница, ние викаме никој не поведе постапка за тоа како е градена, кој го распишал тендерот, какви материјали се вградени, што се, него таму рековне кабелот. Përndryshe prokuroria themelore e Koçanit dhe prokuroria për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit po hetojnë si të dyshuar gjithsej 34 persona dhe 3 kompani për veprat penale për krime të rënda kundër sigurisë publike. Në paraburgim janë 24 persona.